Një ngjarje tronditëse ka goditur Blendi Fevziun, moderator e njohur të televizionit, i cili ka humbur një person të dashur. Lajmi i hidhur ka mbërritur papritur, duke i lënë pa fjalë të gjithë ata që e njohin dhe e respektojnë për personalitetin dhe sjelljen e tij të ngrohtë, pikërisht kur gjithçka dukej e qetë, ai mori lajmin tronditës nga nëna e tij, një lajm që ndryshoi përfundimisht jetën e tij. Blendi humbi një shok të ngushtë, një shok të fëmijërisë, të cilin nuk e kishte takuar prej 20 vitesh. Ky ishte një moment shumë i ndjeshëm për të, pasi kujtimet e atyre viteve ishin ende të freskëta në mendjen e tij. Ai kishte kaluar një pjesë të rëndësishme të jetës me këtë person dhe humbja e tij e goditi thellë, duke shkaktuar një ndjenjë boshllëku dhe dhimbjeje të madhe. Në një postim prekës, Blendi ka folur hapur për miqësinë e tij me këtë person, duke theksuar se pavarësisht kohës që kishte kaluar pa u takuar, lidhja mes tyre mbeti gjithmonë e fortë. Ai ka kujtuar momentet më të bukura të fëmijërisë dhe ka shprehur ndjenjat e tij për këtë humbje të madhe. Blendi gjithashtu ka nënvizuar se miqësitë e vërteta nuk i nënshtrohen kohës dhe distancës dhe se humbja e këtij shoku të tij ishte një dhimbje e thellë. Në ceremoninë e varimit, Blendi e ndoqi për ta nderuar jetën e shokut të tij, duke mbajtur atë në mendje me shumë dashuri dhe respekt. Ai foli hapur për jetën që kishin ndarë kur ishin të rinj, duke theksuar vlerat e miqësisë dhe rëndësinë e lidhjeve të forta, të cilat nuk mund të zëvendësohen nga kohë e larguar. Edhe pse kjo ngjarje tronditëse i ka lënë një boshllëk të thellë, Blendi po përpiqet të kujtojë gjithmonë momentet e bukura dhe të mbajë në zemër të dashurin e tij të humbur. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Mos harroni të bëni like dhe subscribe.